Izraeli ka nisur një sulm parandalues ndaj Iranit duke rindezur përplasjen mes dy vendeve për herë të dytë brenda më pak se një viti. Ministri izraelit i mbrojtjes Israel Katz deklaroi se operacioni kishte si qëllim eliminimin e kërcënimeve ndaj shtetit izraelit, ndërsa shpalli një gjendje të posaçme dhe të përhershme emergjence në të gjithë vendin, në pritje të një kundërpërgjigjeje të mundshme iraniane me raketa. Nga ana tjetër, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump postoi një video 8 minutëshe në platformën e tij të rrjeteve sociale Truth Social, duke konfirmuar se SBA ishte përfshirë në sulmin ndaj Iranit. Trump tha se SBA kishte nisur operacione të mëdha luftarake në Iran. Mirë po si po vijon konflikti. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu reagoi pas sulmeve të ushtrisë së tij ndaj objektivave në Teheran, duke theksuar se Irani nuk duhet të ketë armë bërthamore. Ai njoftoi se Izraeli dhe SBA kanë nisur një operacion për të neutralizuar kërcënimin që paraqet regjimi iranian, duke falendëruar presidentin Donald Trump për lidershipin historik. Netanyahu akuzoi regjimin e ajatollahëve për vrasjen dhe masakra ndaj popullit të vet, si dhe për thirrjet anti-izraelite dhe anti-amerikane, duke paralajmëruar se armët bërthamore iraniane do të kërcënonin njerëzimin. Nga ana tjetër, edhe Irani ka marrë një tjetër veprim për një përgjigje ndaj SBA-ve duke sulmuar flotën e tyre në Bahreini. Qendra Kombëtare e Komunikimit e Bahreinit njoftoi se baza e flotës së 5 të marinës amerikane është goditur nga një sulm me raketa pa treguar autorin. Detaje shtesë do të jepen më vonë. Bahreini shërben si seli e flotës që mbulon gjirin, detin e Kush dhe pjesën e Oqeanit Indian, ndërsa më parë ambasada amerikane kishte paralajmëruar qytetarët për kërcënime të mundshme nga raketat dhe dronët.